Një natë zgjuar, një puthje që ndryshoi ritmin, nata nuk kishte ndërmend të mbyllej. Ishte nga ato netë që nuk u bindet orëve, që refuzon të flej, që i mban sytë hapur edhe kur trupi kërkon pushim. Limi dhe Dolce e ndjen këtë që në minutat e para, diçka nuk do të ishte si zakonisht. Ajri kishte një tension të ëmbël, një ngarkesë të padukshme që lëvizte mes tyre sa herë që shikimet kryqëzoheshin, ata ishin zgjuar. Jo thjesht pa gjumë, por zgjuar nga brenda. Mendjet e tyre nuk kërkonin qetësi, kërkonin prani. Çdo bisedë, edhe më e vogla, zgjatej më shumë se ç'duhej. Çdo pauzë bëhej më e rëndë. Heshtja mes tyre nuk ishte bosh, ishte e mbushur. Dolce qeshte lehtë, me atë qeshjen që nuk kërkon vëmendje, por e merr pa u menduar. Limi e vëzhgonte pa e kuptuar plotësisht pse. Nuk ishte vetëm pamja, ishte mënyra si ajo ishte e pranishme, si nuk e shtynte asgjë, si e linte gjithçka të ndodhte vetë. Ajo nuk kërkonte të impresiononte. Dhe pikërisht kjo e bënte të parezistueshme, ora kalonte. Fjalët bëheshin më personale, më të buta. Nuk flitej për plane, as për premtime. Flitej për gjëra të vogla, për ndjenja që zakonisht fshihen, për lodhje që nuk thuhet me zë, për atë boshllëk të çuditshëm që ndonjëherë ndjen edhe kur je i rrethuar nga njerëz. Limi foli më shumë se ç'e kishte zakon. Dolce dëgjoi pa e ndërprerë. Dëgjoi me sy, me trup, me frymëmarrje, ishte një natë e çmendur jo nga zhurma, por nga intensiteti. Një çmenduri e qetë që rritej ngadalë. Ata lëviznin afër njëri tjetrit pa e planifikuar. Distanca u zvogëlua natyrshëm. Një prekje e lehtë e rastësishme zgjati pak më shumë se ç'duhej. Askush nuk u tërhoq, Limi ndjeu diçka që nuk e kishte ndjerë prej kohësh, një përzierje ankthi dhe dëshire, një rrahje zemre që nuk vinte nga frika, por nga pritja. Dolce e ndjeu po ashtu. Ajo e kuptoi që ky moment nuk ishte i zakonshëm. Nuk ishte lojë. Nuk ishte as rastësi. Ishte një afrim që po kërkonte guxim, ata heshtën. Dhe kjo heshtje ishte pika e kthesës. Syt u takuan, këtë herë më gjatë. Nuk kishte më nevojë për fjalë. Çdo mendim ishte shkruar tashmë në ajër. Limi u afrua pak. Dolce nuk u tërhoq. Frymëmarrjet u ndjen. Koha u ngadalsua deri në pikën ku çdo sekond dukej si një vendim, puthja e parë nuk erdhi me ngull. Erdhi si një pranueshmëri. Si një po i heshtur nga të dy. Ishte e butë, e pasigurt në fillim, por e vërtetë. Një puthje që nuk kërkonte të tregonte asgjë, por të ndjente gjithçka. Një puthje që mbante brenda gjithë natën e kaluar zgjuar, në atë çast gjithçka ndryshoi ritëm. Jo sepse diçka shpërtheu, por sepse diçka u vendos. Një afërsi e re lindi, e ndërtuar mbi durim. Mbi vëzhgim, mbi atë zjarr të qetë që digjet më fort se çdo shpërthim i shpejt, ata qëndruan afër edhe pas puthjes. Nuk u larguan. Nuk u ngutën. Nata vazhdoi të rrite, po aq e zgjuar, po aq e çmendur, por tani me një kuptim tjetër. Një kuptim që nuk kishte nevojë për emër. Kur drita e parë e mëngjesit filloi të thyente errësirën, Limi dhe Dolce e dinin se kjo nuk kishte qenë thjesht një natë pa gjumë. Kishte qenë një natë që kishte hapur diçka. Një derë. Një ndjenjë. Një fillim i heshtur, dhe puthja e parë mbeti aty, jo si fund, por si premtim i padeklaruar, si një kujtim që do të ndizte çdo natë tjetër që do të vinte pas.